Unë e thash, unë po të rjekna se nuk ja vlen. Çka t'ju duhet për i rastit tem, ju keni në secilin gjokat dëshmitarët familjarë që kur më kanë marrë mu, prej shtëpia ta kanë qenë në barë, edhe kam pa që jo marrë prej borri. Çka menon për procesin e aplikimit të statusit pasi këto ditë u bo zgjatja e afatit të komisionit për viktima dhune seksuale, tash mujnë gratë me apliku, gratë edhe burat, si që pam, ka dhe burat dhunum, mujnë me apliku dhe në vitin 2027. Kjo nuk do të me pas kohë caktune se kur mundë me apliku, se krimet e luftës, pas një krim nuk ka datë skadimi, nuk do të me pas datë skadimi. Procesi se si shkon punat e komisioni është pak e vështirë, si për viktimen, si për komisionin, si për organizatat. Nëse nuk gabojnë, nuk kom apliku shkurtës e mars 2018, edhe nuk është aprovu deri sa kam dalë publikisht në tetor. Deri mas i kam dalë. Kur kam apliku përmes KRCT-s, e kam jepë dëshmin të Selvia Idrizi, edhe ndërkohë erdhi një koku të Dionit që dojshin edhe dëshmitarët me nënshkrue, dhe unë e thash, unë po të rjekna se nuk ja vlen. Çka t'ju duhet për i rastit tem, ju keni në secilin gjokat të Kosovës. Ke qenë gati, para se më të publik, ke qenë gati mu të rejkë për si procesi? Po, sakt që kam kërku është që dëshmitarët kanë dashur me shku te dëshmitarët, me monin e shkrim, me letër një Dëshmitarët e dhunimit tanë? Dëshmitarët familjara? Dëshmitarët familjarë që kur më kanë marrë mu, prej shtëpia ta kanë qenë në barë, edhe kam pa që jo marrë prej borri. Nuk i mjaftoi kjo deklarata jote, mi marrë dëshmitarët? Dëshmitarët, po. Unë isha gashme me të rjek, po kur dola në tetor, tani shumë ma aprovun statusin.